Do Marku, si është në orë si këto? Për ju duhet jenë veçanta, përveç kuptimësi simbolike, po ju them nga ana praktike. Si është të gjendësh në ambientet e kishës që është përditshmëria dhe familiariteti juaj, në ditë kur do duhet të shërbeni veçanërisht për komunitetin dhe njerëzit që besoj dhe përditshmëritë kanë më të larta në ditë feste? Është e vërtetë, ashtu siç e thatë edhe ju, këto momente, këto orë, këto çaste hynë në ato që ne i quajmë në gjuhën kishtare logjika e pritjes, orët e pritjes. Në fakt vetë vigjilja, do të thotë nata e Krishtlindjes, mesha e vigjiljes, është pikërisht nga vetë fjala, nga momentet që njerëzit besimtarë rrinë duke vigjlu, duke prit atë agimin e shajt, duke prit atë momentin kur ndodhe një herë për gjithmonë ndryshimi i historisë njerëzore me ardhin e personit e Krishtit. Pra, pjesa parë që karakterizon besimtarë gjatë këtyre orëve është orarët e pritjes. Pikërisht ingujt e komanave shënojnë e dëshirojnë të zgjojnë atë ndërgjegjjen e vetdijen e besimtarëve që duhet të presin dhe duhet të qëndrojnë zgjuar për të prit momentin e çastit. Nga ana praktike, sigurisht, veprimtaria jonë si meshtar, si klerik, por besoj edhe si besimtar, shtrihet në dy dimensione. Dimensioni i parë, që në këtë natë është edhe më e rëndësishme, është dimensioni shpirtëror, një përgatitje të drejtë duhun në atë që është Krishtlindja, do të thotë përgatitja e një ambientit sa më të përshtatshëm, që mi gjitha shpirtënor për të festu, kujtu e kremtu linjën e Krishtit. Në aspektin e dytë, sigurisht, kjo pritje shpirtënore shtrihet pastaj edhe në nivel relacional, në nivel marrëdhënies. Jemi të prirur e të predispozuar që ta reflektojmë në marrëdhëniet me njerëzit, në marrëdhëniet me familjarët, në rastin tonë, në marrëdhëniet me besimtarët, që këtë gëzim që vjen nga kjo pritja, të dim ta transmetojmë, të dim ta kalojmë edhe tek besimtarët në mënyrë që në dy dimensione, qoftë në dimensionin material, qoftë në dimensionin shpirtëror, të jemi gati për të festuar e kremtuar natën e Krishtlindjes. Do Marku, në terrenin ku ju sapo më përshkruat, praktikisht është shërbesa vullnetare, ajo që ju prijeni ta bëni për komunitetin. Ndërkohë, unë besoj që kur flasim për të dyja palët, për ju që shërbeni dhe jeni në krye detyrës, po edhe për komunitetin që vjen për të marrë uratat edhe shërbimet tuaja, ka edhe detyrime, obligime dhe përgjegjësi. Çfarë mund të quajmë detyrueshme për palët në orë si këto? Çfarë është obligim? Nëse ka një fjalë të cila duhet të shpreh të dy dimensionet, qoftë dimensionin ton, por edhe dimensionin që vjen prej slartit, nga greqishtja e vjetër është një fjalë që përkthehet agape, agapike. Grekët e lashtë në urtinë e tyre për të folur për dashnin, përdorin disa terme, përdorin termin eros që tregon atë marrëdhënie ndërfizike, përdorin termin filia, që është filantropia, jo dashuria në një farë mënyrë e ndërsjellë që ne kemi, por përdorin edhe një term që është agape, agapike, do të thotë një dashuri ku ti jep, por nuk pret se dikush do ta kthejë. Nëse në pjesën e përditshme ne jemi të prirur të ndërtojmë marrëdhënie që në një farë mënyrë janë të ndërsjellë apo dhe simbiotike, dimensioni agapik është kur ti dhurohesh në një nivel të atill pa prish shpërblim. Dhe dhurimi jot është total dhe 100% falas. Në fakt kjo është logjika e Zotit. Krishtlindja transmeton këtë mesazh shumë të madh, do të thotë Zoti bëhet njeri që njeriu të bëhet si Zoti. Pra dashuria e Zotit ndaj njeriu është e tillë pakush që çfarë do të bëjë njeriu, Zoti nuk rresht së dashuri dhe prandaj vjen biri. Dhe në këtë aspekt, çka është e detyrueshme për ne? Është e detyrueshme pikërisht që sado kudo, sado pak të reflektojmë nga kjo dashuri agapike e vetë Zotit. Sepse në vetëm Zoti nëpërmjet Krishtit bëhet njeri që njeriu të bëhet si Zoti. Dhe në vetë Krishtlindja pa marrë parasysh besimin, por nëse e studiojmë nga ana fenomenologjike, domethënia e Krishtlindjes cila është kur shkurtimi i distancës mes njeriu dhe Zotit, mes njerëzores dhe hyjnores është i tillë sa që njeriu quhet dhe bëhet i denjë që Zoti të jetë si ai. Domethënë nëse i referon në mitologjisë greke ku gjithë kemi atë ndamjen klasike mes Zeusit dhe njerëzve mes Olimpit dhe distancën e madhe, pikërisht Krishtlindja shkurton këtë distancë dhe njeriu në një farë mënyrë të hyn i Zot. Hyn i Zot pikërisht sepse i dhurohet kjo dashuri falas. Dhe për çdo krishtian, për çdo njeri, për çdo klerik në rastin tim, apo për çdo person, ajo që është e detyrueshme pa diskutim është njëkohësisht ajo që nuk është e detyrueshme, sepse është dashuria. Dashuria nuk mund detyrohet, thjesht përqafohet dhe pranohet. Do Marku, edhe këtu ishim në
parim, ajo që në mënyrë prioritare do duhet të ndodhte në këto orë apo ditë shërbese dhe festash. Po ky lloj transformimi i njeriut që do duhet t'i përafrohet këtij lloj hynizimi, që ju po e quani detyrim, po praktikisht nuk është i tillë, do duhet të ndodhte natyrisht në bazë të këtij investimi në raporte me Zotin, me Krishtin, me rilindjen edhe me këtë periudhë. A ndodh referuar eksperiencës tuaj? Si është reflektimi njerëzor i këtyre ditëve? Njeriu ka predispozitën që të transformohet në veten e tij të dytë kur ka momente të tilla, shëntrimi, festash apo hynizimish. Si reagojnë njerëzit në ditë si këto? Sigurisht, njeriu nuk duhet harrojmë se është edhe produkt i një konteksti të caktuar. Është një filozof polak, Bauman, që flet për atë konceptin e shoqërive likuide, që në një farë mënyrë pak a shumë karakterizojnë shoqëritë postmoderne, dhe dojmë apo s'dojmë, ne jetojmë në një shoqëri likuide, që në një farë mënyrë njeriu është i predispozuar që të jetë të marrë formën e ambientit e kontekstit. Kjo për të thënë që konteksti kulturor, ekonomik, social ndikon në mënyrë të jashtëzakonshme. Ndaj është kurioziteti, ky lloj fluiditeti social, që duket se na imponohet agresivisht nëpër dishmërinë tonë, a transformohet në këto ditë festash, a e mundim dot likuiditetin social? Eksakt, pikrisht në një festa si Krishtlindja, ku ai motori mobile që thoshte Aristoteli, ajo e palëvizshmja bëhet mobile, do të thotë bëhet njeri, bëhet diçka e kufizuar, është mesazh shumë i mirë dhe ajo që frymëzon tek njerëzit pikrisht për të mos qenë likuid, por për të qenë stabil në atë që është stabile, që është marrëdhënia me Zotin. A mund themi që festa e konsolidon komunitetin? Pa diskutim. E konsolidon, i jep identitet dhe në një farë mënyrë kthjellën shpeshherë në këtë shoqërinë kaotike që fatkeqësisht shpeshherë jetojmë në gjithë botën, konsolidon dhe rikujton, rifreskon ato të vërteta absolute, të cilat qëndrojnë në thelb të dinjitetit njerëzor. Dhe sigurisht solidariteti, do të thotë, është një mënyrë për të aplikuar atë dashurinë agapike që folëm më përpara, sidomos në raport me njerëzit. Dhe në fakt jo rastësisht edhe organizata ndoshta më e famshme kishës katolike që quhet është Caritasi, që është një përkthim latin i pjesës agapes, i kësaj dashurisë falas. Dhe pa diskutim, gjatë kësaj periudhe njerëzit janë predispozuar dhe kjo fest i frymëzon për të menuar edhe për ato njerëz, edhe për ato shtresa, edhe për ato realitetet të cilat ndoshta gjatë vitit për motive të ndryshme harrohen. Pastaj është edhe një moment tjetër ku njeriu nëpërmjet kësaj feste duke një farë mënyrë të kontempluar, duke medituar atë foshnjë hyjnore që është në grasht, që të shkojnë edhe drejt të vërtetave absolute. Fatkeqësisht, jo vetëm ne në Shqipëri, por besoj është një fenomen marrë global në një kohë kaq digjitale, kur neve me një klik arrim gjithçka që dëshirojmë, reflektimi për atë çka në vetvete është njeriu dhe për çka është i krijuar, shpeshherë ka tendencën që të anashkalohet.